Pas faljes së namazit të Fitr Bajramit pranë myftënisë matë mbërritën për të uruar festën drejtues të pushtetit vendor, deputet të qarkut Dibër e të tjerë. Kryetari i Bashkisë Matë Altin Bojni, deputeti i qarkut Dibër Agron Malaj, nën prefekti i Matit Hasan Pasha e të tjerë u pritën nga myftiu i Matit Hysni Skura. Gjatë vizitës në myftini u shkëmbyen urime për festën e Fitr Bajramit, festë kjo e cila vjen pas një muaji sakrificës sublime agjërimi në Ramazan. Gjatë bisedës u vlerësua roli i fesë në mirëedukimin dhe kontributin për një shoqëri të pastër. Kryebashkiaku i Matit Altin Bojni dhe deputeti Agron Malaj uruan gjithë besimtarët musliman festën e Fitr Bajramit. Me rastin e festës së Fitr Bajramit, dua t'ju përcjell urimet më të përzemërta, paqe, begati dhe shëndet për familjet tuaja. Kjo është një ditë e bekuar për të gjithë ne, ku na kujtojmë vlerat më të bukura, solidaritetin, miqësinë dhe dashurinë për njëri tjetër. Gëzuar Fitr Bajramin, Zoti va pranoft agjërimin, lutjet tuaja edhe qoftë një ditë sa më mirë për gjithë familjarët tuaj. Gëzuar. Sot jemi në një ditë shënuar, është dita e Fitr Bajramit. Do t'ju uroj gjithë besimtarëve musliman edhe gjithë banorëve të qarkut Dibër, gëzuar këtë ditë shënuar, mbarësi për ju dhe familjet tuaja. Në myftinin matë për të uruar festën e Fitr Bajramit ishte edhe deputetja i qarkut Dibër Denis Avata, shoqëruar nga këshilltarja Lutfie Barçi, përfaqësues politik e të tjerë. Gjatë bisedës së hapur të pranishmit vonë duke kontributin e fesë në shoqëri. Ndërkohë pas vizitës, deputetja Denis Avata bëri edhe një urim për të gjithë besimtarët musliman. Pas një muaji Ramazani, uroj që lutjet tuaja, sakrificat tuaja të jenë pranuar dhe shpresoj që kjo ditë e shënuar të shërbej si një ditë bashkimi me familjet, me miqt, me dashamirët dhe uroj që ky Fitr Bajram t'ju ke gjetur të lumtur në familjet tuaja, uroj që paqja, begatia dhe lumturia qofshin pranë jush për gjithë qytetarët e qarkut Dibër. Myftiu i Matit Hysni Skura në mesazhin e dhënë për Fitr Bajramin uroi që çdo ditë e shoqërisë të jetë si kjo ditë feste. Të nderuar besimtar, sot kam kënaqësinë të ndaj me ju urimin e gëzimit të festës së Fitr Bajramit. Pas një muaji të gjatë me agjërim, me adhurime, me lëmosh, me sadaka, nga më të ndryshmet, vjen sot kremtimi i këtij muaji me festën e Fitr Bajramit, i cili vjen si një dhuratë hyjnore prej Allahut xhalleshanuhu. Sot është ditë gëzimi dhe unë e lut Allahun xhelle xhelaluhu që ta bëj këtë gëzim për ju, për familjet tuaja dhe për gjithë besimtarët kudo që janë nëpër botë. E lut Allahun xhelle xhelaluhu që ta bëj ditën tonë, ditë feste dhe ditë bajrami në çdo ditë të jetës. Faleminderit dhe për shumë mot gëzuar festën e Fitr Bajramit.